qenë disa herë në kryeministri, po të më ditë, a jeni taku në herë me Luan Dalipin? Ndoshta ne ishim edhe tani në diskutime biznese dhe jemi taku, po jo kështu ndonjëherë s'kemi pas asnjëherë s'kemi pas kontakt direkt me ose takim direkt as për çështjet e energjisë asnjëherë. A është konflikt interesi që një njëri ka qafërt me kryeministin vllajt tina me hyrë në tregun e energjisë të lirë? Pikërisht në këtë kohë. Institucione tjera nuk është kompetencë zërrejs, për çështjet e konfliktit të interesit mendoj që institucione tjera do ta vlerësojnë. A ka qenë Luan Dalipi pjesë e diskutimeve, a ka qenë sisi të emailave kur është folur për këtë çështje? Ne si zërrej asnjëherë se kemi diskutuar këtë çështje me Luan Dalipin. Ky proces ka qenë në proces që është filluar në vitin 2017, është bërë në mënyrë diskutim publik, besoj se keni pa krejt raportet e zërrejs, kushdo që ka pas komente ose çështje që kanë ngritur rreth procesit të përcaktimit tarifave kanë qenë në diskutim publik, ka mujt me dërgu komente, po tash e kemi edhe një situatë. Qeveria ju ka shpoll luftë devalve. Po apo fillon me u relaksu tash të marrëdhëniet kur vllau i Luanit nis me tregtu rrym edhe me ju shit rrym devalve. Se dia ka të bëjë me zërejnë, ndërsa ke pyetje është më tepër për qeverinë. Zëreja ka filluar një proces në mënyrë transparente, besoj se ju keni pa diskutimi, raporti konsultativ, kemi marrë komente, kemi jep përgjigje ndaj komenteve, secilin proces që zëreja ka filluar ka për obligim përmes konsultime publike. Këtë proces e kemi përfunduar na, siç e dini, muajin e kaluar. Secila palë që ka dërguar komente, ne kemi kthyr përgjigje në komente. Çish ka me u siguru zyra rregullatorit të energjisë që vllau i një njeri të Albin Kurtit, kryeministër të Kosovës, mos më bëj shit si kryesor i energjisë elektrike? Zëreja thashtë edhe një herë, ka për obligim me i licencu secila palë që i plotëson kriteret ligjore që janë përcaktuar me legjislacionin primar dhe sekondar. Po flasim për mbikëqyrjen, ju që keni më siguru mbikëqyrjen? Ne kemi, siç thashtë edhe më herët, i sigurojmë qytetarët, qysh kemi mbikëqyrje edhe të kaluarën, kur edhe kemi ndëshku, jo qëllimi jo nuk është ndëshkimi, po cili do prej licencionit tonë që nuk i përmbahet të kritereve ose kushteve të licencave, ne konform legislacionit fuqi do t'i marrim masat. Kemi edhe një rregull të veçantë, në rast se jeni të interesuar edhe me i përshkruar edhe hapat, ato janë përshkruar edhe hapat. Edhe gjetjet në raport me shkelje që do t'i bëjnë këta licencun tonë, e kemi për obligim me i publiku. Mund t'i shikoni edhe kemi për obligim ja u dërgu palës me mundësinë e përgjigjes në gjetjet tona, pastaj stafi i zërrejës me qenë se i shërton përgjigjet edhe gjetjet cilat i kanë bërë në raport me këta licencun, i propozon bordit për masat konform shkeljeve në rast se kemi shkelje në këtë proces. Sa për informatën e juaj, shkeljet mund të jenë deri në 10% të tregut që ata kanë, që në rastin konkret është një vlerë milionshë, nëse ata bëjnë shkelje të tilla. E përmenda edhe një herë, po duhet me ritheksu se zëreja ligji e thot maksimumi 10% e të hyrave ose tregut që kanë këta të licencun, po në rast se përsëritet shkelja, ajo gjob ose mas mund të jetë edhe më e madhe.